أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ja dërgojmë Allahun e bëft të sinqert në këtë najet sotit, në këto fjalë që i flasim apo i dëgjojmë. Allahun e fal mëkatet tona, na bashkoft me pejgamberët, me dietarët, shahidat edhe njerëz të mirë në xhenetin e Firdausi, arhamur rahimin. Të dashur vëllezër, vazhdoj me dersën e fundit sot të këtij nëntitulli, se pas ta kish kupton dikush për thënë dersi i fundit i këtij titulli, për të kaluar pastaj tek ulul himme, ambicjet e larta, titull tjetër. Do të mundohemi me i përmbledh pak më shumë fjalë, duke i komentuar më pak, se qëllimi është me përfitu inshallah, veç me ndërhyj aty ku mundet mu keq kuptu. Thot Ibn Wahb, sa herë thot e kum bo gibet dikan, kum pas ban një jetë me agjeru një dit, agjerim në file. Sa herë kum bo gibet? Gibet e dini, që dhe më thonë me përqesh, me marrë në përgoj filanin, fistekin, me nënçmim, me përbuzje, para të tjerve. Kum pas ban një jetë thot me agjeru, por thot, aqë shumë, subhanallah, se i patavu vetës kusht serjaz, aqë shumë, thot, subhanallah u lodha, sa enrova, smujta. Thot, enrova, thash, kam e dhonë sadak. Sa herë ta marrë në përgoj t'i bëj gibet për dikan. Edhe thot, kam vazhdu kështu me vitet të tëra. Pastaj, Imam Dhahabiu, kër e të regon këtë ngjarje, thot, pasha Allahin, qështu kanë qenë vërtet ulemat e mëdhaj që e kanë bajt gajle, e kanë eduku vetën e tyne me këso lloj vendimesh për faktin se dije që e kanë marrë ju ka bo qatë shumë dobi sa e kanë sfidu vetë vetën. Qka t'jep me kuptu kja? Kjo t'jep me kuptu kujdesin e ti, këti djetarët Ibn Wahbit, karshe edukimit vetë vetës, edhe vetja nëse këherë nuk mjafton vetëm me i thonë vetës, po ndihem keq kur për bëj një punë të keqe. Jo po ndihem keq, po merr vendim, bën diçka kundër vetës. Ky sa herë ka bën gibet dikon, ka xhiru, e ka lodh vetën. Sa herë ka bën gibet, ka dhënë sadak, ka marr hapa konkret kundër vetës, kundër të keqes më në vetën e tij. Pra mësimi nuk është detyrimisht të me agjeru, ose me dhanë sadak, por është detyrimisht të me arë mësim, me përfitu se duhet me eduku vetë vetën duke e dënu me diçka. Tjetra, thot, një tjetar, inne fin nefsi le shuglen anin nas, nëse njeri merret me vetën e ti, s'ka kohë, thot, me u marrë me të tjerët. Këta pak e kemi përmend, edhe Hasan el Basri ju ka thonë, o insan, o njeri, angazho me vetën tane duke përmirësu pikën tane, pikat e tua dopta. Thot, sepse duke u marrë me vetën tane dhe përmirësimin tane, s'ki vakt më marrë me të tjertë. Sa po ta përmirësesh një pikë të dobët, ki me kuptu se e ki edhe një pikë tjetër të dobët, dytën. Edhe kështu ki me kuptu tretën, e ki me kuptu katërtën, edhe kur nuk ki me pas vakt më marrë me halkun, me të tjertë. Qa kemi thonë? Lejohet më marrë me të tjertë vetëm nëse ka dobi edukimi i tyne. Vetëm nëse ka nevojë edukimi i tyne dhe din se fjala jote ka ndikim. Nëse mendon që fjala jote s'ka ndikim, nuk bën me i fol tjetrit. Sepse mund të ndodhë që ti ta irritosh, ta atësarosh edhe më tepër situatën. Prandaj na shohim shumë njerëz të cilët e luajnë rolin e edukusit, e këshilluesit në thojza, dhe përmes këshillave dhe edukimit tyre bëjnë më shumë dëm se sa dobi. Duhet me ditë me kënë ja vlen kush me fol. Jo vetëm unë pe këshilloj pa kush, ndoshta ti si e personi i përshtatshëm. Andaj duke u marrë me vetë njeriu, thot, kam i dal ball, s'ka me pas vakt më u marrë me të tjerët. Tjetra, Ibn Hayyani ka përmend, thot, çdo njeri që zemrën e tij e çon ka Zoti, e lidh me Zotin, zemra e tij e don Zotin,
Vetë se Allahu ka me I ban që zemrat e njerëzve me u kthy ka kë. Nëse zemra e robit kthehet ka Zoti, zemrat e të tjerëve Zoti ka me I ban me u kthy ka kë. E kuptut? Sa është e rëndësishme? Thot Allahu xhaleshanuhu aq shumë ka me e dasht, sa kanë me fillu me e dasht edhe njerëzit. Ju e dini hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Zoti kur e don dikon, e thret Xhibrilin, pastaj Xhibrili melekët, pastaj prej qiellit zbret dashnia edhe në fytyrë tokës. Është subhanallahu interesant. Ka herë disa njerëz paraqiten se janë armiq apo nuk e dojnë filanin, po në zemrën e tyre në thellë dikun e din që ai ka mirë. I besojnë atij dhe po të ishte mundësia më u dhon një moment me falendëru, me taku, me përqafu, etj, do ta bënin. Se Zoti detyrimisht në thellësinë e zemrës ka lënë vend për me e dasht atë që e do Zotin. Kam pas një rast ku njëri gënjente, rajke, diçka, një dallavergji. Edhe po I tham nuk është ashtu. Tha jo, që ashtu është se kum ne tha me filan djetarin të vendit tonë, një djetar, Allah e rujt, tha edhe im ka thonë gjështu. E disha që përren. Pse thash për përmen bashkë filan emnin? Po tha adin tha saj ditën është taj. Aj nuk e dënët, po përderi sa me të në pozit keqe me mu, ta që duke me një emën të madhë, me më sfidu mu. Pse zgjell dhe bashkë filanin? Me përmen? Tha saj është I meqëm, tha dhaj e flet hakin. Dhe më thanë e nëzorë nga thellësia atë që e kish bindje për atë person. Edhe pse nuk I kish thonë që atë fjalë, pa ju më nuk e për mrapa ati personalitetit madhë të ati hoxha, me u mbështetë, si me thonë, me u mbrojt. E din ata kush është I madhë. E din ata kush ka dije. E din ata Zoti më kanë është I kënaqur bi'idhnillah. Me izin të Allahut. E din. Edhe nëse e mshefin në zemrat e tyre. Prandaj, kush e çon veten e vet, zemrën e tij e lidh me Zotin, krijon dashni për Allahun. Allahu ka më mundsuar që të tjerë me pas dashni për ta. Kjo është rregull. Thot Said ibn Jubairi e ka këshilluar një nxas të vetin. Thot nëse e shet dikon që ka rreshqit mas udhëzimit në gabime, mos të rritet mendja ty. Edhe me fillu me u habit me veten tane, por përkundrazi falenderoje Zotin që të ka ruajt për asaj sprovën e të cilën ka ra vlla yt, sepse nuk ka kur farë sigurie që shejtani dhe ty mos me të mashtru nesër. Të dashur vëllezër, kur mos u gëzoni me gabimet e vllaznive. Kur mos u gëzoni. Mërzituni. As mos t'ju rritet menja me thonë elhamdulillah që unë mirë jam, shpëtova qysh bërë raj, qysh raj. Ku e dinte që kjo nuk është sprovë edhe për ty me t'u rrit menja dhe pastaj shejtani me pas derë qelë, derën e mendje madhësisë, që përmes saj me ty edhe tymet. E dini ju, kush mundohet me I lyp mangësit, gabimet e vëllezërve të muslimanëve, me janë nxerrë në shesh, mu gëzu me gabimet e tyne. Allahu xhaleshanu ka më lyp, ka më nxerrë, se Zoti I di, ka më nxerrë në shesh këtij personi ato gabime, ato mëkate të cilat ai nuk e bën vetëm I, ku se sheh kërkush Zoti hor ka më bën. Prandaj kur mos u gëzo nëse një vëlla yti, sepse me ta marrë shejtanin një vëlla, nuk është fitore për ty, as nuk është mirësi për ty. Është fatkeqësi se është vëlla jone. Andaj veç falenderoj Zotin edhe mos u gëzo për fatkeqësinë e vëllaut. Kur mos hyje vetja në qef. Vallahi kemi pa vëllezër që kur dikush prej vllaznive tjerë ka rshit në një gabim të vogël, që për një me ka qenë I vogël, për një me ka qenë lehtësim në një sunet të caktuar, nuk e ka marrë me shumë seriozitet një sunet të caktuar, dhe kanë fillu këta, ose ky tjetëri, me nënçmu, e me konsideru bidatxhi, e me ba,
sa nuk kanë kalu pak vite, vetë se I kemi pa tërësisht të devijuar. Këto nuk po e tham, kam lexu, e kam pa. Nuk ka më keq se sa me gjetë shejtanin një derë të vetë pëlqimit. Me fillu, me akuzu vëllezërit edhe mu gëzu me gabimet e tyre duke mendu se veç ti kështove. Tjetra, thët Ibnul Qayyimi rahmetullahi alej, thët ndodh që ata të devotshmit që në kap për fe, me pas ato, na I themi ndryshe, baticat edhe zbaticat e veta, kohët kur lëkundët ka pak imane, kohët kur ndjehet pak ma I plogështum besimtari në ibadete, njihet pak ma dopt, qohet me falë sabajnë pak ma me zërë, e lënja 2-3 muj për sëritjen e fuqishme të Kuranit, ose një javë, në varet. Ka përmend Ibn Qayyimi thot, kjo gjë është patjetër mi ndodhë njeriut. Pse? Se njeri është. Secili ka ato kohët e veta kur mundet me u dobësu. Po thot, kush mundohet që gjatë kësaj kohe mos mu largu shumë, edhe mu munu çdo ditë, sikur sa ata të cilët me bicikleta ose motora ose makina në gara kur kanë kthesat e mëdhaja, edhe ai shkon deri aty në skej, veç që s'po del ma pi udhës, ama pe marrë gjithmonë timanin me zërë të urshit ka pak. Drejt, edhe te sa po vjen rruga e drejt. Kështu është besimtari ka herë, ka nevojë për, ose I ndodhin aso gjërat të cilat mundohen me nxjerr nga rruga e drejt. Po thot përderisa e ma veten, nuk dorëzohet tërësisht. Kjo dobësim ka më kon herë për ta. Sepse Allahu Gjalleshanu e kalon që me bo refresh besimtari imanin. Veç me kusht, më kon I sinqert në rrugtimin e tij. Edhe pse ka herë nihesh I lart, edhe pse ka herë nihesh I plogështum, prap ti nuk dorëzohesh. Këta ka përmend ky dietar thot, kur ta kalon që të sprovë, që të rëshqitje, gjithmonë thot, qaj person ka më konë më I fortë se sa para se mi ndodhë që kja. Ka më konë më I fortë. Ka pas njerëz të cilët, kur ka hyrë për detyra punë të caktume, ju ka rrit pozita, edhe sikur janë largu pak prej shokëve të vet, prej vllaznive musliman, prej xhamis, ku e di çka. Kanë kalu disa muj, kur e ke pa alhamdulillah është rikthy, e ka pas se duhet patjetër më rikthy. Edhe është kthy më I fuqishëm se sa herën e parë. Tjetër, Ibnul Munkediri thot, e kam luftu vetën time për me u stabilizu në fe në adhurime 40 vjetë. Mas 40 vitesh u stabilizova. Çka na këta, pse kum përzgjedh, thëmë drejtën, këta kum përzgjedh me qëllim që të fjalë. Që asnjërit për vllaznive, mas pari, as mos mi hup shpresat, pas mos mi rrit mendja. Nëse ti e të falë që 3 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë, mos rritet mendja. Dikush për ulemave 40 vjetë, të ma mos rritet mendja, me thonë, unë e kalova urën e siratit. Se ke kalu. Po dhe në anën tjetër, mos u bën bajat. Edhe me fillu me hup shpresën, me thonë, çka u bë me mua ka herë pi kam ato sfidat e mia, ka herë po hyn në rrudh, ka herë jam mirë, ka herë jam keq, a mos jam munafik, mos jam kështu. Jo. Nëse një dietar prej elitës së dietarëve I kanë hyrë 40 vite, me luftu veten, Allah jam. Edhe me ty është shumë normale një gjë e tillë. Çka tham? Me u koni sinqert me Zotin edhe, mos më dorëzu. Sa të mundesh. Kur gjë mos mosh me bë, një faqe Kur'an me lexu në ditë. Allahu Akbar. Kur gjë mos mosh me bë, namazin, farzin kur mos më e lën. E tjerë nga adhurimet që s'dojmë me I përmend normal të gjitha. Një dietar,
apo një nxënës i dijes, më falni, ka hyrë tek Muslim ibn Yasari. Edhe i ka thonë ky hoxha, çka po ta marr mendja o nxënës jam? A ke përgatit diçka për Zotin? Ai ka thonë jo, s'kam përgatit shumë punë, veç një gjë e di. Thot shumë shpresoj te Zoti edhe shumë i friksohem atij. Qysh i ka thonë edhe një herë? Si edhe një herë? Përsërit ma. Thot nuk kam punu shumë vepra, por shumë shpresoj te Zoti edhe shumë kam frikë prej tij. Ka kesh ky dietari. Thot atëherë ti je të e rajt vetveten. Si? Thot një njeri që shumë shpreson te Zoti edhe i tutet shumë Allahit, arrin me pak punë? Ti përderisa pretendon se ki ymyt te Zoti, ai që ka ymyt te xheneti i Allahit, nuk nalet nga ibadetet e Zotit. Ai që ka frikë nga zjarri i Allahit, nuk nalet nga ibadetet e Allahit. Ulemat e kanë thonë një fjalë, çuditëm me atë i cili e lyp xhenetin qysh ka vakt me fjet. Edhe çuditem me atë i cili friksohet nga zjarri apo don me shpëtu nga zjarri edhe ka vakt me fjet. Ti të lyp xhenetin, ki vakt me fjet, normal, nuk është për qëllim ai gjumi që është i domosdoshëm, sepse trupi jon ka hak. Do më dhon hakin trupit. Por është më shumë se sa në këtë formë të ngushtë më kuptu kjo fjalë. E lyp xhenetin, edhe ki vakt me neglizhu ibadetet. Ruhesh prej zjarrit, don me shpëtu, edhe ki vakt me neglizhu kohën, me humb kohën në harame, nuk ban. Edhe ky, po i thot, ti e ty e vlerësu veten, ty i dhon vlerësim vetes, ma shumë se çka duhet, a veprat e tua nuk po ta kallëzojnë këtë vlerësim. Po mendon që ki shumë ymyt te Zoti, po mendon që shumë i tutesh Zotit, në anën tjetër punët nuk i ke kërkon, thot ti po e vlerëson veten ma shumë se çka duhet. Edhe pse, normal ky nxënësi pastaj thot kërkua pendim te Allahu xhaleshanu për këtë bindje të gabuar, edhe pse kjo ka vendin e vet, se besimtari sa do mu koni mangët në punë, përderisa o të munu, është të mundu. Elhamdulillah, themi. A du të me upi mytin të Allah? Jo, kur se upi mytin të Zoti. Por, që kjo të majtë mytin të Allah, mos me nalon neve pa ibadete. Me thonë, ajtë se myti i Zotit, i madhë është, rahmeti Allahit i madhë dhe rre. Me thonë, po tutëm unë prej Allahit, shumë tutëm, pe gjehnemit. Edhe në anën tjetër graj harameve, që të kjo djetari s'peda. Këtu në këshilla, apo esenca e këshillës e këti hoxha. Tjetra, kur ka ndodhur një fitne në kohën e moqme, fitne e Ibnul Ash'athit, që muslimanët janë vrarë me zvete, kanë shkuar kanë pyet një dietar. Qysh me urujt prej fitnes, që kjo vlen për çdo kohë, ka thonë rujuni nga fitnet përmes ibadeteve. Sa dalesh atje me shku me fol për një fitne, sa nalesh me ingu lajmet në televizion për një budallaki, në të cilin janë përfshin me miliarda njerëz. Çka me bë? Zaventësoje, mos me ra në atë fitne, me lexim të Kuranit. Bënja vetës obligim, që deri të kryet që kjo telashe, që kjo përqami, që kjo fitne, unë kam mësu surën e Al-Baqara. Rujuni prej fitneve me devotshmëri. Dikush të ka ofendu, të ka shah, të ka shpif. Për me kalu këtë sfid, kthehu te ibadetet. Sa ma shumë dhikr, sa ma shumë dua, sa ma shumë lutje. Gjithsesi, nuk është qëllimi me dhonë shembuj çfarë ibadete me bë. Por një prej sebepeve me të rujt prej fitneve është me u kthy te ibadetet. Nga se ai i cili është një ibadet, nuk ka vakt më marrë me gjërat kota, edhe dyta e ka Allahun afër vetës edhe melekët, të cilët e ndihmojnë. Tjetra thot Ibn Sirini rahmetullahi alej,
ittaqullaha fil yaqadha wala tubali bima ra'ayta fil manam. Tutjeni Zotit kur jeni të zgjut. Kur jeni qut, tutjeni Zotit. Hiç mos t'ja unin çka shihni pastaj ëndra. Kjo është fjalë e madhe. Tutjeni Zotit kur jeni qut. Hiç mos tanin ëndra çfarë ëndra ke pa. Çka do më na thon ky dietar? Po do më na thon, o ju musliman, mos jetoni shumë me ëndra. Kryeni ibadetet zhgandër kur jeni. Ajo që është në përgjithsinë tonë, në mundësinë tonë të sodit, kryje çata. Ato që është e ëndër, ose e ëndran për të ardhmen, mos u merr shumë me ta. Nëse më rrinë, alhamdulillah. Thot njëri, unë kur t'ja nisi, kam ja nis 5 vaktin. Unë thot, kam e shku në haxh, deri atëherë po pres, deri t'i bëj parat. Unë, kur ta mësoj Kur'anin, jam mësoj për 6 muaj selam. Edhe çka bën? Jeton me këtë ëndër, në anën tjetër, nuk ja nis ibadeteve. Edhe këtë kuptim e ka. Po ka edhe atë kuptimin sa njeri i ka argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit, nuk ja nin për to. Me bë mi thon, me ta treguaj një ëndër. Edhe ti mi thon, ëndra jote e ka këtë qëllim, çka bën ai? Te ta realizon çat ëndër, selam. Allah ka përmend në Kur'an të vdekurit çfarë ëndra kanë? Çfarë ëndra kanë? 1. Ta kishmi njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. 2. Të mos i shakon shok me të keqin. 3. Ti isha bën pluhur edhe në ditë kiametit, sikur se kafshët e mos hyjnë në xhenem. 4. Mu kish dhënë librin në dorën e djathtë, e jo në të majtën. Etj. Këto janë zhgandra që janë në Kur'an. Zoti ka përmendur në Kur'an. Çka bën ky njeri? I lexon çto realitete, nuk i praktikon. Edhe po ta tregoj ty një ëndër të caktuar, dhe ti thu ëndra jote ka këtë kuptim, ai do më dal meç nga frika asaj ëndra ose nga dëshira për me realizu. Domethënë, më shumë interesojnë me çit praktik ëndrat se sa ajetet Kur'anit dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Më nën këtë fjalë të Ibn Sirinit rahmetullah alayh. Thot pashtu një dietar, men amila li akhiratihi kafahu Allahu dunya. Kush punon për ahiretin e tij, Allahu do t'i mjaftoj për çështjet e dunjas. Me punu për i Zotit për ahiret. Me i kry namazin, zekatin, haxhin, agjerimin, etj. Allahu ka me të mjaftu dynjan tane. Qëre që është me kuptu këta. Vjen vakti namazit, nuk tutesh se po mik risku. E lash punën, që është e falë namazit. Kush punën për ahiretin e tij, Allahu ka me ja dhanë dunjon. Kështu një prej kuptimeve. Vjen vakti i zekatit. Nuk dhimbët parë me dhon për Allah. Se të dhanë jetu marrë me botën tjetër, Allahu ka me të mjaftu në dunjan tane. Çka kemi thonë? Deshta më pas deshtëm. Nga kjo botë vetëm kemi me marrë atë që na ka caktu Allahu. E vetmja gjë që kërkohet për neve është me kallëzu veten sa jemi të mbështetur te Allahu, edhe sa jemi të luhatur në besimin kader. Veç ato kemi marrë. Praktik, 3 këshilla i ka thonë, ky dietar e para kjo, kush punon për ahiretin e tij, Allahu ja mjafton dunjon. Kush e rregullon sjelljen mes tij dhe Allahut, Allahu ka me ja rregullu sjelljen mes tij dhe njerëzve. Banuj mirë me Zotin, Zoti ka me të bëjë të mirë me njerëzit. Banuj mirë me Zotin, Zoti ka me bëjë të mirë të tjerët me ty. Është munafiklëk të mundohesh mu sjell mirë me njerëzit, kur ti je t'ju sjell keq me Allahun. Që sillet robi keq me Zotin, hyn në për harame, hyn në për shirkiate, i bën shirk Zotit. Edhe e treta, men aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu. Allahu akbar. Kush e nreq
vetmin, fshetsin mes ti dhe Allahut. Allahu ka me rregullu të jashtmen e ti. Mashallah. Kush e rregullon vetmin mes ti dhe Allahut, gjithsesi Allahu ka me rregullu të jashtmen e ti. S'ka mundësi njerëzit me pa diçka prej ti gabimet mëdha. Sepse ai ka vetmin të pastër sikurse Loti mes ti dhe Allahut. Kjo është që mas jekinit, bindjes në Allahun, kjo është një prej gjërave më madhështore që mundet me pas një besimtar. Pastërtin e ndërgjegjes së tij. Ndërgjegja është mes robit dhe Zotit. Pastërtin e vetmisë së tij. E na çka kemi thonë, një prej momenteve kur robi e ka zënë veten e vet është vetmia mes tij dhe Allahut. Pastaj është lakmia. Shumë është më rëndësi kjo. Vetmia mes robit dhe Allahut. Sa njeri është shit i ndershëm, është shit besnik, është shit burr i mirë, trim, etj në publik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se prej një kategorie njerëzve të zjarrit është ata të cilët kur vetmohen i thejnë kufijt e Allahut. Kur vetmohen trokasin në dyrët e haramit. Vllazni, jekin dhe më thonë bindje absolute në afërsinë e Zotit, në fuqinë e Zotit, në ndihmën e Zotit. Me plot bindje se Allah është me ty, është afër teje. Kjo është jekin. E që kjo asjell pastaj besimtarit asjell që në vetminë e tij mos më pas nevojë për ndihmesa, anash me të ndihmu dikush. E kam Zotin. Thot një fjalë e urtë islame, me këtë po përfundoj. Mos këqyr çfarë harami ke bën vetmi. Aq se i vogël. Këqyr karshikujt e ke bën haram. Pashtu, mos e bën Allahun më të parëndësishmet që të shikon. Më të parëndësishmet që të shikon. Pse tutesh prej njerëzve apo të shohin e jo? Pse tutesh prej familjes? Pse tutesh prej melaçeve? Kërkush s'ka mundësi me të bëj kur gjë. Absolut. Tipi që ty në kretëve mundesh më tut, ose me të partë marre, e ke haru Allahun. Pse nuk e ndjen ti praninë e Allahut? Pra arsye se të mungon sa duhet jekini, imani. Kategoria më e lartë e besimit e dini ihsan. Ihsan është mirësi, bamirësi, perfeksionizëm. Mi bë perfekt gjanat. Në kulmin e mirësisë, cila është ajo? Me e adhuru Allahun sikur po e sheh. Pra mendo, çaq ti e don Zotin, çaq ti e beson, çaq e ke afër, çaq që nënshtrohesh, çaq që jeton me ta, sa ti e ki bindjen se Zoti është afër teje. Edhe pse s'po e sheh. S'ki nevojë me pa. Çaq që keni bindje, sa ty absolut nuk të shtohet bindja më shumë për ekzistimin e Zotit edhe afërsinë e tij, edhe sikur ta shihe. S'ki nevojë me pa. Çaq që je i bindur sa ke je sikur me e pa ata. Sepse ti e keni bindje tjetër. Allahu është ai që më sheh mua. Mjafton. A ke pas sa njeri po e lëm haramin, tutët me najt vetë. Tjetër është e natyrshmëria e njerit. Por sa raste ka që kjo tut vije edhe si pasojë e mosbesimit. Jo vetëm asaj tutës natyrshme. Për shembull, nëse dikush sfidohet me shku te varreza në gjysmën të natës. Shkoti kom krysh me ul. Trek. Te vorë gjyshit, e i babgjyshit, e i stërgjyshit. A do ta bënte? Së dojnë tash nga me qelë sfida këto, viden. Nuk është e qëllime. Por tjetër thamë po ashtu, kemi transmetime që Islami e ka parasysh frikën e natyrshme të njerit. Dikush tutët për qenit të vllash. Së në binti. Tutët e qashtu. Natyre njerit është. Por diçka përtej frikës, që është frika nga Zoti dhe afërsia te Zoti, kur e din që e ki Zotin afër. I sfidon gjitha sanet dhe nuk tanin hiç.
Se ki gale kura, që kanë mene në herë që ti mund është me pas kancer. Edhe me ditë që filon kohën, ka me të afru. Pse? Pse nuk duhesh ti butut? Sepse ti Zotin e ke më të madh se çdo sen, çdo frikë tjetër. Frika varrezave, këtij e tjere jetës e riskut. Prandaj, rregullojeni mëshirësinë mes juve dhe Allahut, e cila buron nga burimet më të larta, më të vyshme, më të rëndësishme të imanit. Me këtë të dashur vëllezër e përmbyllim thash këtë kapitull për të vazhduar me lejet e Allahut Azza wa Jall në dersat e ardhshme me atë pikën tjetër, ambicjet e larta të një besimtari. Zoti ju rujtë dhe shpërbleft. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.